Bashkia ka organizuar sot dëgjesën e dytë publike për vendosjen e emrit të bibliotekës së qytetit me pjesëmarrjen e nënkryetares së bashkisë Edlira Mezini, shkrimtarëve, mësuesve, nxënësve dhe qytetarëve. Dy propozimet e bëra në takimin e parë, që ishin shkrimtarët Fasli Haliti dhe Visar Zhiti, u diskutuan dhe sot. Në emër të disa intelektualëve të qytetit, me sa kemi biseduar për emrin e bibliotekës. Dhe më tepër lakohet emri i Fasli Halitit. Shpesh dhe deri më sot gjithmonë ashtu ka ndodhur që pasi nuk i kemi më jetë njerëzit i vlerësojmë dhe i japim dekorata, po ato duhet të merren edhe kur janë njerëz në jetë. Megjithatë, edhe unë jam për Fasli Halitin. Kam marrë në telefon mësues të letërsisë. Unë jam kryetari i shoqatës mësuesve profesionistë dhe aluduan për Fasliun. Zonja Zhaneta Këmbora e shoqatës Myzeqeja vazhdoi të përkrah propozimin për vendosjen e emrit të shkrimtarit Visar Zhiti bibliotekës. Realisht ishin bërë propozimet. Unë nuk e di pse duhet të propozohen të tjerë, nëse janë propozuar ose janë propozuar diku tjetër edhe duhet të shpaloseshin këtu. Mbështetja imja personale. Unë nuk mund të përballem me ushtrinë e parë apo me njerëz që e njohin të gjithë Fasli Halitin, e kam shprehur edhe më përpara që është një njeri shumë i nderuar, ka qenë mësues i përsosur dhe për këtë pikërisht ai kandidatur që unë përqeja, Visar Zhiti, e ka pas mësues. E të lexosh shkrimet e Visar Zhitit për mësuesin e tij janë të përsosura. Realisht, nëse është vendosur, edhe këtu të gjithë janë dakord për Fasli Halitin, sigurisht kushdo që të jetë, edhe Margarita Xhepa, edhe ajo është promovuese e librave, e gjithë poezive dhe krimeve, dramave dhe gjithë shkaj që e ka përjetuar. Edhe ajo ka vlerë, por s'ka rëndësi nëse e merr njëri apo tjetri. Por ne që të gjithë janë figura të nderuara. Emrat e propozuar në dëgjesë do t'i paraqiten për miratim Këshillit Bashkiak. Biblioteka, e cila u hap për herë të parë më 30 maj të vitit 1946, deri më sot është quajtur Biblioteka Publike e Lushnjës.